Ma po bes qiftat ma po bes edhe qiftat me interes. Interesin për këshyrë ma fort tash. Tash nuk është të thonë, pi marrë një djallë veç me menë më kërë. Ha, si të lën kerri, pi lodhe djallin. Nuk. Edhe djalli pi marrë një nuset punësume. Boni s'mujti me punu ajo, pi lëshoj se pi gjoj tjetërën. Po dhe ajo nuk shkon. Duhet me pas me kuptim njoni me tjetrin, për me që jetën, lumëtun me që jetën, edhe nuk mundesh as me njonë si të ka lind, e të ka rrit, edhe ki mos marrëveshjet vogla, po ato duhet me të i kalu, jo për i herë, veç po i ishim punë të krejtë, nuk shkon ajo. Duhet pak më pas, me konë tolerant. Ky është Azem Geci, 76 vjeçari nga Luka e Ullët, fshat ky i cili gjendet në komunën e Deçanit. Baca Azem tregon se si familja nuk ja lejuan shkollimin e lartë, pasi aso kohe zëtues të institucioneve ishin serbët. Faleminderit edhe për juve që keni gjetë mundësinë më ardhë. Pat, apo më kallëzon pak të shukon fëminia jute, që shë kërë një i vogël, çka keni bërë, që keni lumë, që keni dajë? Po, fëminia ju në atërë konë, më thonë drejtën, jemi konë si të varfën tonë. Po jemi konë si njësoj, nuk jemi konë fort dikush maj, po jemi konë si njësoj gjithë fëmijët. Jeta konë e vështira atër. Kushtet jenë konë vështira. Kemi jetu në familjet më dha. Fëmijë shumë. Tarnat jenë konë shumë vogla. Na përgjësi, në atë kohët partë tonë kanë jetu me blegtori ma shumë shati jonë. Blegtorinë e ka pas si punë kryesore. Me shkollim, si fëmijë, kushtet jenë konë shumë vështira. Shkollën e kem pas largë. Mjetet mësimit kemi pas shumë pak. Unë kur kom fillu klasën e parë fillore, e kemi pas një tabel si kur drasa zezë që është tash. Njën e nënë o konë me viza të ngushta dhe gjona për më shkrim. Tjetër nënë o konë e pastër matematikën në tonë e bëshim. Edhe shkumë sa t'jën këmunë, shka shkrujshim, ish lyshim, me tonë drejtën atër nuk kem pas shpuza fort, veç mërshim edhe për shpije, dikush fasulet, dikush për mi fshin që ato. Një abetare. Klasë parë hish tjetër. Klasë dytë atër edhe librin e leximit, këtë 2 libra me fletore ma tepër. Gjenerata jeme, që të në fshatin tonë, janë shkollu shumë pak. Krejt 2 gjenerata para meje, 2 e kanë kry shkollën e njartë. Gjenerata jeme, 1, 3, 4, atër mas gjenerasë jeme, jënë shkollu do po shumë pak. Se ma tepër jënë marrë me bujësie, familjet të mëdhaje, besa dhe plesht, nashtë jo fort për feje, po ma tepër jënë konë ma nacionalista, jënë konë ma patriot, jënë konë shumë sene i kanë bo, mos t'i bojmë që shi bonan miki. Unë e për veti ku e kom kry klasën e 8, nuk më kanë lënë më shku në shkollë të mesme,
Veç ndash më shku për hoqë. Se në shkollë shkive s'ki më shku. Që ashtu kanë pas mentalitetin si edhe kom tentu. I kisha dajt prej lep, sa të shkollët mesme nuk ishim të qanë veç në Gjakovë ku normalja. Më dojsha prej lepit i ka një, ma mërmenja 10 kilometra i ka Gjakova prej lepit. Më dojsha më shku komë. Për Marakit më shku në shkollë, po edhe aty hasa të dajt si ku të pleshtë e mi, qasi fanatikës që nuk pranojshin kuqësh. Mundesht me nërprej klasën e 8 edhe... Nuk e ke kry do me thonë shkollimin e nartë? Nuk e kom kry shkollin e nartë në qatë kohë. Po e masanej? 10 vjet as gazetë s'kom lexu. Mas 10 vjetë, një kushëri këtu i Katunit, një gjenerat pra me e jokonë, aje kreu shkollën e naltë, edhe arsimtar shkollë të Sniqit. Do më thonë mas 10 vjetë o kjo. Mas 10 vjetë më ka thonë apo vjen se enti për inkuadrim i Gjakovë se ka qelë një shkollë zanatit 2 vjeqare, dash me kry shkollë, në gjihet si shkollë dhe mesme. E ju më shku. Mas ju martu, kom pas një thmi, kom vazhdu shkollën e mesme. Mas 10 vjetë, që kom kry klasën e 8. E kom kry ato 2 vjeqare, jam shku, Maraki jam me studiu letërsinë. Po s'mo dha mundësia atje duke provimet pranuse, nuk isha bazë shkollës mesme unë. Edhe s'mujta me dhonë provimin, beta u qelë fakulteti zeshtar metallurgjik Mitrovicë, gjenerata parë. Atje, thanë, ju pranohet që ajo shkollë mesme zanatit, po provim pranuse dhe shkova regjistrova metallurgjinë. Metallurgjia 5 vjetë. Kimin landën kryesore. Kimia nuk më shkoj ke heqë. Edhe ma mërmenja si s'munga me dalë. Mone që kreva vitin e parë, fitova kushtin për vit 2, edhe ndëgjova dhe vitin e 2. Unë mundova me kalu në maqineri shkollë të njartë Mitrovicë aty, edhe aty nuk më pranon. A ke udhtu për çdo ditë për me shku atje? Ja, kom pranon Mitrovicë. Kur nuk më pranon Mitrovicë shkollë të njartë, thanë më shku në Novi Sad, mund është me bu ndryshimin, provimet e vitit parë fakulteteve teknike u pranojshin, se ishin të përgjithshme. Shkova atje i pranun provimet, çka i kisha dhonë vit parë metallurgji, atje shkova me korrespondent. Atje një vit shkojsha ka 10 ditë, 2 javë, një provim e dhash atje. Edhe i tërhoqa tash nuk plotësu kushti mu me regjistru vitin e 2. Edhe atje. I tërhoqa pe atje, i tërra në Mitrovicë, shkollën e nartë mashinerisë. E kreva aty. Prej aty, pa diplomu, u hap një fabrikë në Deçan, u punësova 79. Ati kom punu 20 vjetë, njëherë si shefi ndrimit, dikur shefi prodhimit, te luftë. Do më thonë, fëminia jam është që kjo te luftë. Më thonë, si kur jam regjistru atëherë,
10 vjet i kum rujt dhatë me babin. Bjeshkve, me po. Po unë babën e kisha çoban. Ham çoban, ham i zoti shpisish në atë ku kë familjari shaj. Sa motra sa vllazën e kanë? Që të karatë nise me dalë miru? Na jemi konë 4 vllazën. Ti ma i madhja? Unë i dyti. I dyti, 2 matë, hoqën, 1 matë madhë. Po në Motra s'kini pas? një motër kam pas. Vesh një motër. Atër masi hina unë në shkollë, u rritën fëmija, ka pak babën e kisha të fort, hala më ishin me bakti dhe masim në shkollë, kom këj shkollën e në punë, te në luft. Ke majtë me ka 150 sopa dhane e lopë. Baca Azem tregon se si xhaxhai ja gjeti nusën, por është për t'u mahnitur se si familja e nusës kërkuan që djali të jetë bari e jo mësues. E ti në cilën moshë je martu? Jam martu në moshën 22 vjeçare. 22 vjeçare. E qysh je martu, qysh u martu? Po, valla, po të kalzoj edhe martesën e kom pas pak si interesant. Atëherë me mësit. Të dojt e shoqës e kisha hallën të martume. Edhe i kisha 2 tezët martume. Aty. Tash du me të regu këtë që shoshtar puna dhejtë të fejesa. Migja i babës shkon edhe ma lyp një qik mu një sneqë. Shkon 1 herë, shkon 2 herë, bohën 3 muj. Mas 3 mujve shkon ai migja i babës edhe i thot ati mikit, thot, po këshyrë shka u mu me qatë mund. A i thot djallit vetë, shko thot edhe i herë, kur shkon a i thot, valla thot, nuk e këm bo dert me vlla ata, vllaznit nërveti për pun qikës. A i plaki, babgjyshi kësaj, i thot birit, thot, shtini gjezven, se nusën ja kom hazër une. Ku ki nusën, i thot bab, thot po, e kom qikën e qikës, edhe do me ja bo për hajrë. Thot, marë qika qikë se ka babën e vetë, e baba i vetë duhet me folë se jo ti, thot edhe unë e kom hisë aty. Thot, që ka bon të ti me i padhon a i sonte ato, me a dhonë fjallën tjetër kuj, thot, me a dhonë a i sonte, ne shkuj me a boj paraj që ati. Edhe, o që vlavi njën kësaj, nësa baj ka hip kalli të shku, të motra veti ka thonë, motër qështu ka bo baba. O, thot, mos kini pas në ajsan tjetër se, ku gjo, thot, mirë bëllë. Edhe a i plaki, fanatik i punë shkollës. Thot, i shalla nuk o mësus. Pse nuk o mësus? Pse nuk o mësus e ka pas i farë. Ja nisën mësusat me lëshu gratë, mu dapi grave. Se për shembull e nxajshin si kom thonë atër pa atje. Kur shkoj kënë shkollë atje, gjoj këtë qika ma të mira, femna edhe qype kënis ka i helshëshin. E ti mësus nuk qëllove tani qysha? Mu ma dhanë që s'kesh mësus. Si kesh qoban ma dha baba i saj, se nuk pa dertë se qoban mirë bëllë. Atëherë ma mirë qoban se sa mësus? Po ma mirë qoban se qobani nuk lunë. E mësus i lunë. Qashtu u konë fejes atër, jam feju në shpit madhe, më konë me mishë babë se me... Mas jam feju, jam shku ushtarë. Shoqen se ke pa, deri kur je martu? Veç kur ja kanë hjek shamin, veç që atëherë kom pa se heq s'kom ti gjosh ka del. Edhe qështu do kur e pa? Bet. E mirë, nuk kishin gabua? A jas kishin gabu qfarë. Edhe sa fëmi kini pas më? I kemi 6 fëmijë. Sa qika sa djem? 4 djem e 2 qika. A ke bati më shumë mas qika, a mas djem? Valloj me thonë drejten, qikat i kum desht ma fort. Pse i del qikat ma fort? Pse janë ma dashnë qikat për prind, ma dashnë janë motrat për vlla.
edhe nuk kem pas dert, si unë si shoqja, nuk kem pas dert si na kanë lind qika, qika na kanë lind e para. Nuk jemi gëzu të nashi për djemë se ku jem gëzu për qikë. A keni vazhdo një traditën edhe jo me mësit me dhanë qikat, e me gjithë mësit? A i kanë gjithë vetë? Jo, me mësit. Dy me mësit e dy pa mësit. Dy djemë të mdhaj i kem martu me mësit, edhe qikat me mësit. Dy djemë të vëgjel i kanë gjithë vetë. Koha ishtë ashtu. Fëmina i ki në Kosovë, a i ki jashtë? Fëmini kemi jashtë, vesh një vajzë kemi këtu martu me në Sarabek që të një fshatë natë. Djemët e qikën i kemi jashtë. Për cilën qikë je mërzit mas shumë ti kur e ke martu? A për të madhen, a për... Për të madhen, mas forti. Edhe kë ke gëzu dhe kë ke mërzit mas Po, shumë? po, se ishtë mija pare, ishtë... Sa atër mi pa pas 10 qika mas asaj, nuk isha mërzit mo, po, ajo ishtë mija i pare dhe... A i thot se ditën kur e përcolli djalin për në Gjermani, ndjenjat i kishte të përzjera. Atë sa u gëzua, atë që dhe u mërzit. Por pse, tregon vetë a e. Qysh ju erë puna djave me dojnë të 4 jashtë? Ju erë puna që jerë në shkollu mundova me shkollu bëllë dhe se deshten heqë. Meten me bujësi dhe ata me plektovi që shtu meten. Edhe si zgjidhje ma mirë me dojnë jashtë? Po, të në shina, masi kërë më da për miqë, babës, për ati jemi da herët, i më konë në ushtarë, kur jemi da, të në shimë da me dhe me miqë temin, e na metëm vesh me babën tonë, po bom familje shumë, 4 vllazën, kem shku, kem bon 35 antarë familje. Mas luftë u dalën të në shimë. Ata dhe të pa shkollë, pa zanat, fort, u mërshën që shtu ka pak atër. Djalli madh jo, edhe djallin e madh para lufte, se ato ma e pat rok, i lypsh ke Serbia ushtarë atëherë, e mu pa desht me ik ato, 3 shumë, 17 vjeq o dalaj. A tu ka dhimt kur e ke njësë? Boll. Mu ka dhimt edhe jëm gëzu ku e kum pa të hip në aeroplan. Se në shku po desht mi qu. Se tu ka dhimt edhe pse je gëzu? Po. Mu ka dhimt si i ri, edhe s'kom pas qef kur i herë me dalë jashtë vendit jonë. Jom gëzu që të isha ma në zonë shkijet e ma marin ushtarë, ma marin. Për që ata jom gëzu si pilen dorët aty në sashte. A mërzit është tash kur e shetën këtë shpije që keni vetë veç jo 2 bashkë? Jemi pajtu tash. A është vështirë? Vështirë nuk është me konë me najna qështu. Po kur pe mendojmë se duhet mu plak ma fort që atëherë që aty mërzitet njeri, se me konë qështu si rrim, mirë boll jem. Po... E zëri i dridhet kur kujton ditën kur për në Gjermani e përcolli nipin e tij, për të cilin akoma edhe sot e djeg malli. Erë tash puna qështu. Djem ta kanë fëmijë vetë? Po, tonë kanë fëmijë. Sa nipa, sa mesa i ki? I kom 4 mesa i kem, mos të habitin ajo. 4 mesa i kom 3 nipa. A e ke vazhdu njëjtë, mi dasht mesat ma shumë se nipa? Jo. Pse? Se jo si du, se i du dhe mesat bëll, po nipin e pata ma të madhin, e ajo rrit me mu këtu, që 2 vjet më ka dalë, ke shku dhe në klasë 6 këtu, e që ato kom desht mas forti. E që shonive kur e njëse nipin pra? Vallaj, nuk di qësh më të thonë, nuk e di. Shumë shtirë. Janë mërzitë dhe shokë për mu për ta. Shumë e kom pas për veti atë një për shumë. Gjenë së konë. A menon që
Ka nuk kthy në herë djemë të vetë në Kosovë? Se për një për mesa për dina krej që mos... Valloj, vështirë. Pse vështirë? Pse tash ata pes kanë lind atje. Ata që ka lindin atje rritën me zërë që bojnë në balla ata me lëshu atje në më ardhë ko. Vështirë. A këta që në shku ma të rritun, në është i kthehen. E bac e këta të rritit që përmenojnë me shku tash, a janë të vepru keq në është ta? është të vepru shteti keq. Krejt janë ka shkojnë veç për sigurim. Sigurimi shëndetësor më kona aprovu ligji për sigurim shëndetësor, menja ma mërsi edhe kishin shumica për jetet ishin ardhë. Qaj në shku që të generatat e mrama. Shumë jetë e vështirë është atje. Ta shtë të itë po mendojnë që atje si të shkon një rogë, po thamë, 600-700 euro këtu, në shpit vetë. Zër atje një njeri që nuk ka farzanati, veç punën fizike që mund që jesin që ato pare atje. Jeta shumë e vështirë dhe atje. Qka ishtë dosht me bo qeveria në këtë rast për ta? A ishtë dosht me marrë rej hap që mu këthy ata, mos me ikë këta që janë të dosht më shumë? Hapi par për më shku, për më këthy ata, edhe mos më shku këta, që janë këtu, është sigurimi pensional, sigurimi shëndetësor, që to dy gjona kryesore janë për punëtor. Një shembull për ta marrë, një punëtor më ka punue 17 vjetë të unë në fabrikë. Edhe er lufta na i dogjen me dokumenta, me krejt. Nuk i gjon dokumentat koku më për pension. Qka ka hjek me gjetë një dokument? 15 vjetë ka punu mas lufte. Këto të kroju, i dërdrinin. Ka punu, edhe thot ato nuk ngjehen. Marë thot, jumë konë me vendime, me trustin e kom pagu e krejt ato dhe thot nuk ja kanë pranu kur një. Atër që shko me ajaj. Një kushëri e kom policë, thot nesa me më gjetë dishka thmija mjesin rrugë, as penzion, as kur gjo. Atër ku, që shko me naj. Qajoja i ka qitë jashtë krejt. Një rogë, me thonë, mesatarën mi marë. Kur e ka banesën e vetë, e ka shpinë e vetë, po i ka dhe pak tokë, i ka dësane këtu, mundet më rënu, mundet me... Po, ku nuk e ka sigurimin, nuk e ka ato, atër që ajo i shtynë me dalë. Që tash mas mramin a ka dalë një djali vlaut, dikush 800 euro ka pas rogën. Po thej ke mjesin edhe thmija, po sigurim, po kur gjo, kynë shkollën as punë as kur gjo. Dhe që ajo punë dure dhe iki. Bac, qa po ta mërmenja për këto të reja, që shpo veshen, që shpo dalje? Kur martohen, fillipin më dalë, me dalë me të vish me burë? Qyre, këto të rejat mirë janë dediku. Edhe të rejat edhe të rritë, mos i letë sol të rejat. Po të rejat pak tepër, mu po më mërmenja se
Nuk jam për vesh, veshën e vesh që shti pëlqen njëri, shijen e vetë që shëko, po jo veshën për te, po apet nuk janë nxo fort madhe, gjeneratës tonë edhe pak më të vjetër. Se janë konë, na i kem pas, bilen vajza kemi pas, shumë diskriminim kem pas to. Se si kemi lonë të lira, si kemi lonë shkollë, te i vonë si kemi lonë shkollë, marë. A konë keq që si ka lonë? Po qështë së konë keq. Po tash, po ma mërmenja si, edhe që ajo fort i herë e mshelën, fort mshelën, e kur dulen si për i herë, e pak tepër. Se me konë shku si pak në formë graduale, ku kush nuk kishtë thonë si, unë e di për parën, kur e dalë një numse e veshne në tesha kombëtare. Po jë ndalë shumë, nuk i këqyrë kë kush. Meten dulen, meten ka një rallë. Një me dalë në qanë e veshne një numse në tesha kombëtare, krejt e këqyrshin që ka u bu. Tash edhe për vajza që shu veshen, me kon dalë si ka dalë, e jo bashkë për i herë, me dalë krejt, nuk po thomë krejt lakureq, gjysë lakureq, edhe ajo nuk, gjeneratë që jeme, hala nuk i pëlqen ajo. Edhe djemët, nuk është, duhet mi menu si djali, si qika. I herë djali duhet mi menu si motrën e vetë mja maltërtu dikush, mja tratu dikush, qashtu duhet edhe qatë femen që i non fjallët me to pëlqehene. Po mu po më mërmenja si, po pe hanë dashnin për pa martu. Atër kur po martohet s'po jetë gjohë aty, vesh mu prish nër veti. E a që ajo prish nja, po ja që dalash si djallit, si vajzë, si qash ma keq edhe kur po kanë edhe thmije. E që aty, ne, si ma të vjetër, nuk më na pëlqen që. Azemi thot se të rinjët dashurin po e hargjojnë rrugëve, ndërsa sa i përket vajzave, a i thot se të rejat po dëmtohen nga prodhimet televizive. Basa po bojnë mirë që tash vetë pigjojnë, vetë po njoftohen, vetë po dalin edhe në fund po dohen. E po qajo, se nuk po i kanë besë që shoqit. Tash po thu ma pa besë. Ma po besë, qiftat ma po besë edhe qiftat me interes. Interesin për këqyrë ma fort tash. Tash nuk është të thonë, pi marrë një djallë veç me menë më kërë. Ha, si të lënë kerri, pi lodhe djallin. Nuk. Edhe djalli pi marrë një nuset punësume. Boni s'mujti me punu ajo, pi lëshoj se pi gjoj tjetërin. Po edhe ajo nuk shkon. Duhet me pas me kuptim njoni me tjetërin, për me që jetën, lumëtun me që jetën, edhe nuk mundesh as me njonë si të ka lindë, e të ka rritë, edhe ki mos marrëveshjet vogla, po ato duhet me të i kalu, jo për i herë, veç po i prishim punë të krejtë, nuk shkon ajo. Duhet pak me pas, me konë tolerant, si burri, si gruja, si... E tash, edhe trejat, na tash, plesht kur rrim nër veti, thumë, na i prishen serialat. Na i prishen serialat, na i prishen qikat. Po i shohin që po martohet 10 herë një serial. Sa e mërë një, sa të jetin, sa e lëshon, sa merën, sa aty, po thomë edhe na edhe tash pishojnë serialat edhe. A i thot
se nëse do të kishte mundësi të kthente diçka nga e kaluara, pa i menduar 2 herë, do e kthente respektin, pasi në ditët të sotme respekti ka humbur tërësisht. Po bojnë edhe të jetojnë qashtu. Bat, me kanë diçka për këtyne hirshet, që kishe mujt me kthy diçka. Çka kishe kthy? Vëlloj, mas pari kisha kthy respektin si e kem pas atër, tash nuk e kanë. Respektin kryesor është ajo. Kur ka njëri respekti ka të gjitha. Që ato e kisha kthy. Që ajo shumë kanë mungon tash. Po thu që ka hup respekti? Ka hup respekti. Ka hup respektin përgjithësi. Si në familje, si në familje të murë, si në familje të gjonë. Për para jemi konë ma të vorfën, po jemi konë ma bujarë. Jemi konë respektin e kem pas ma të madhë. Ndaj të vjetërë, ndaj mësusit. Tash edhe shkollës edhe arsimit i ka hupa ajo vlefta që ka pas. Në kushte shumë ma vështira kem qenë. Po sot jom plak, unë Mitrovice kom pa profesorin tam, edhe nuk kem pas diferencë, shumë nerveti unë aji. Vesh nuk muna me thonë namen, vesh profesori thonë. E tash i shoh, qëfar nëzonësi është ai që se respekton mësusin e vetë. Edhe qëfar arsimtari është ai ku i thot nëzonësit që të majcingore duan. Si pas Bacës Azem, qeveria e Kosovës nuk po punon as pak për shtetin e vetë, por si që thot vetë aje, po dërgojnë ujë në mullit të huaj. Bacë, nëse kishe mujt me mjallëdhon një kërkes qeveritarëve, cila e shkon aja, nëse ata kishe një ty që tash? Për qeveritarë kam shumë, po... Jo. Që thosh në regull që ti menon që kish për mes teje kish mujt më drejq? Për qeveritarëve herë si pikë parë, ju kisha thonë, mu bo bashkë me menu bashkë. Pluralizmi politik ka pas nevojë për komunizëm jemi një. Po pluralizmi nuk është që kur janë ka bojë qeveritarë tonë. Me menu pak për shtetë, jo për pushtet. E këta, si mas menimit tam, largjon asaj që duhet mu bo për vanë. Se për një herë, e kanë hup hapin fillim. Kosovë në fillim o hup hapi. As nuk mendojnë bujësia është dega kryesore e zhvillimit një vendi. Për bujësisë që në lodhë heqë. Arsimin e kanë qitë në dorën e fundit, shëndetësinë ashtu, që to shka e në kryesoret. Edhe me një fjalë nuk janë bashkë. Nuk janë bashkë, nuk është patriotizëm me që mullit huj. Patriotizëm është me desht vetin. Apo qojnë ta ujnë mullit huj? Po. Qaj si nuk e do të vetin, o ka e do në dikon. Kurse do të vetin, të hujnë duhet me desht. Po të hujnë e do në me zërt atër. E këta po ma mërmenja si nuk janë ka punojnë bashkë sa duhet. Ikja e të rinjëve po e shqetëson te i mase Bacën Azem.
E që sipas tij, fajtor për këtë dukuri janë pushtetarët të cilët e zbrasën Kosovën. Edhe trive të reja u kisha dhonë mesazh, jënë munue, o mundu Serbia 100 vjetë me zbras Kosovën. Ndaq në përmes politikës, ndaq në përmes luftës. Tash dejnë fena ka shti politiken, si kanë thonë hoxhallarët në atë kohë, nuk po thonë për tonë hoxhallarët, po ka pas edhe asi, si nuk o vanë mërnu këtu muslimantë. E o mundu më në qunë të ushqi kajtë, e s'ka mujtë. O mundu e me bo kolonizimin, i herë baba jam thot, në tanë në bashkësit lokale, ka një kishë ka maru. Serbia. Qëtu e kem pas kishën Ratish, kishën Rastovic, si dim që sajde, edhe s'ka mujt me na hek për këtë ujt. I ka maru banesat, i ka punu Serb pe Kroacije, pe Shqipnije, që tu i kemi një nek. S'di sa shpi i ka maru, edhe s'ka mujt. E tash, mas lirimit, pushtetarë tonë e zbrazën Kosovën. Se si u dhanë mundësi të rive më naj këtu. Do më thonë fajnë e kanë pushtetarë. Ka. Edhe të rive ju boj apel, duhet me qëndru. Kemi rënu në kushtet shumë dobta. Edhe nuk e kem shu. Qka ka mu i herë në atë kohë se ma një man, të 56-ën, Rankovici. Po mundu në tana mënyrat, e me tortura, e me ato dhe edhe se kanë shuktuën. Edhe këta tonë, tash bile që ato si kanë. Më ju vesh pak punë, se jo dhe nuk bon që kjo, nuk bon që ajo, nuk bon që kjo. Sot, unë në qëto vjetë mi jam i pas cëllë dhe njeri si më nimon pak. Kur nuk e kisha ljonë për pa e bo 200 dhanë. Kila vërdi. Po sot i kem krejt 2-3 milin dolara që tu kush ishas. Qëllë 3-4 shpi i kem pas 1.000 copalan. A ma shumë thëmë. Që bab gjyshi që ati që. Edhe sot, krejt 3-4 shpi ka 2 lop, 1 lop, 2 lop, kur gjo. Nuk bon mi mjell të këto, s'bon mi mjell të. Shkon kjo, shkon ajo, po marë shkon. Pas gjardhetari tokë, i ka ble njeri me vot pullav. E na tash jo shkon kjo, shkon ajo. Sot po përmanet 1 euro gjys 1 kil kep. Kjo ka jam e tha, ka 5 euro duhet me bo. S'ka, mire ka pas, nuk ka të cep Kosovë si nuk bohat kepa. Në rrugo bohat. E zdom. Zbon kjo, zbon ajo. Tash edhe po kujtojnë si jashtë, si del jashtë atje, i mbledh paret asfaltit. Shumica e në bo pishman atje si janë, po tash nuk mundën se thmija shkolle, thmija edhe qëto shka u thash për para, krejt sigurimi o kajnal. Si s'po kanë siguri, kur mos kish punon 20 vjetë e kur gjo,
smuhesh në punë, des që aty, si ki paret. Pasi gumë shëndetësor, punëtori s'ka që shrinë këto. Qaj është numër 1 për punëtori.